Përshëndetje, jam prindi një fëmijë 3 vjeç dhe dua të tregoj trajtimin e padrejtë që u bë fëmijës tim në kopshin nr. 3, 1 qershor Tiranë. Djali im frekuentoi kopshin për 2 ditë, pasi askush nuk më kishte informuar se kush po të frekuentonte kopshin, ishte heqja e pampersit. Vetëm pas 2 ditësh kur u vure se djali kishte pampers, më bëri ditur se nuk mund ta frekuentonte më kopshin. Ky kush nuk ishte komunikuar më parë. Djali mund të shkojë të urinojë vetë në tualet për të kryer nevojën, pastaj vetë pa ndihmën e një edukator apo ndihmë se ai nuk mundet. Kjo ishte e vetmi arsye sepse djali nuk mund të vazhdonte të frekuentonte më kopshtin. Në këtë moshë shumë fëmijë kanë ende nevojë për ndihmë, por sipas drejtoreshës aty është vetë shërbim dhe edukatorët nuk kanë të drejtë të ndihmojnë fëmijët për të pastruar. Kjo gjë më është komunikuar nga vetë drejtoresha e kopshtit në fjalë. Dhe përveç kësaj, djali im ishte i vetmi 3 vjeçar i vendosur në një grup me fëmijë më të mëdhenj në moshë, pa asnjë bashkëmoshatar. Shkova te drejtoria e përgjithshme, shqetësimi im është përfill. Më premtua se do të flitem me drejtoreshën e kopshtit, por deri më sot nuk kam asnjë njoftim. Përpos këtyre shqetësimeve jam ndier shumë e fyer nga komunikimi absurd nga të dy institucionet. Pasi prita një jam nga të dy drejtoreshat nuk mund asnjë zgjidhje, bëra një ankesë në bashki, nëpërmjet platformës përkatëse, prita diku te 10 apo 11 ditë dhe akoma asnjë përgjigje apo zgjidhje. Fëmia ime aktualisht është i regjistruar në kopësh, por që nuk mund të frekuentoj dot. Të denoncim po e bëj për padrejtësitë që janë bërë shumë fëmijëve dhe jo vetëm djalit tim.